Unë djalin e kam me të parë në gru. Kur ka shku me lind, më kanë thirrë mu me marrë djalin. Edhe s'du tha mu nga pas sy. Nuk jam prish jetën. Të ka marrë mami, besoj. Shumë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Kosovë, do të hap dritaren për një baba, ai quhet Naip Morina, i cili fatkeqësisht ka humbur çdo kontaktin me djalin e tij nga martesa e parë me Amir Morinën. Një histori e dhimbshme e këtij babai që ditën e sotme do e rrëfej këtu në live me Odetën dhe do kërkoj ndihmën e çdo kujt për gjetjen e të birit. Është duke më pritur Naipi, hap dritaren dhe përshëndes. Naip, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Kosova, Odeta. A je mirë? Mirë, shnosha. I dashur Naip, jemi të dy së bashku sot në këtë live, sepse ti e ke zemrën plak, ke një djalë të humbur. Po, valla. Ne kemi folur bashkë shpeshherë, ti i bie telefonit tim, kërkon ndihmë, kërkon një përgjigje, sepse Amiri jot i dashur ka humbur që prej vitit 2008. Po. Unë e njoh mirë këtë histori, por sot për audiencën, për ata që ndoshta mund të na ndihmojnë për informacione, dua të pyes dhe të ma tregosh historinë e humbjes së djalit tënd, që në atë kohë ka qenë adoleshent, një 16 vjeçar. Po. Si u largua nga shtëpia dhe si humbi djali, si ke humbur ti kontaktet? Kështu djali pak mos mu. Filloj me ta rrugëve, atë ka qenë ditë shtune me 9 shkurt. 2008. 2008, po. Ka dalë tjera ditë, po ka shkuj kene për qytete, policia e takojshin, mësëshin mund të temë, edhe u të shkëm shku me marë, natën, ditën, po a ditën duhet me 9 shkurt, edhe mos ka pas, gjaj ka pas, shtunë ka dalë, të honën në pa, me një fshat, viti, si qytet, është, e ka pa, gjaj një kasundar aty, a mos ka mujsh me marë kënej, edhe ka në kumë lembru në polici, të martën, policia s'kanë mujsh me pa, më kanë thonë lembru në Prishtinë, mas i boni 24 orë, edhe jëmë lembru në Prishtinë, ta pja ty të veç kina fillu për të njës ka humbur, ta i dashti, no? Po, më kujtohet shumë mirë, kam qenë gazetare në ato program, e kujtoj, prandaj tash e njoh mirë këtë histori. Kam qenë nga prente në mision. Kur jepes transmetimi. I dashur Naip, ja 72 herë kam qenë në mision. Fatkeqësisht. I dashur Naip, më thej që djali musëmur, djali kishte probleme me shëndetin mendor? Po, tërnu e këm bajt, në për oxelar, në për gran, në për mjek, gjithka, këm bajt, a e murë që atruk, a e kur i ke shpiu njerëske, uju bëke, shpia, ju bo, breja, ty brete. Çfarë moshe ka qenë djali kur ju shfaqën problemet? 15. Se unë djalin e kam me të parë në gru. Po, e ke si një jetë me gruan e parë? Po, me gruan e parë, kjo gruja tash sa kom, kjo ka gjetë 2 javësh. Amirin, kjo ka rritë. Po pse, i dashur Naip, sa po lindi djali jot Amirit ju ndave me gruan? Po, unë ju nda ma herët, unë kam shku e kam marrë në spital. Djalin, po e kom këthy, edhe nunën e Amirit, edhe 2 javë. Amën, e gjuhë kjo djalin, Amirin se ke shoshti jemi. Edhe kish pas shlajfit shkur. A, do me thënë, djali e ka trashëguar sëmundjen e shëndetit mendor nga nëna? Po s'pedit ashtë nga nëna, se djalin e vetë e gjuhë 2 javë. Djalin e gjuhë nuk është e ki jemi. A s'doj ke me nejtë, tash s'pedit, ne? Edhe unë e komare kom qute vetë, edhe ma kontakte s'kena pas. Me to, kur? Pra, ti u divorcove me gruan e parë, me maman e Amirit për shkak se ajo kishte probleme shëndetit mendor? Ja, s'ka pas shëndetit mendor. Po, masi e lidi djalin, aja veç ato I kishke fora, aty bespedit ashtë,
me gjujke djalin, nuk është të këtë djali jam. E pra, ka pasur probleme, se nuk është normale kjo gjë. Sigurisht. Shpedita se dhonet, se unë veç jëmë konë 6 muaj këtë me to. 6 muaj ke jetuar martes? Veç 6 muaj me to dhe aja ka nejtë shtarëzan, ka nejtë të familja vetë, kur ka shku me lindë, më kanë thirë mu me marrë djalin. Po unë e hasrit djalin, e kom këthy dhe ato. Por, pse kjo martes kështu? Ajo jeton të nëna dhe babaj ti më vete? Qarë pazar, kur bësh. Qarë pazar, kur bësh, ka shtu. Ka qenë, kësire janë martesat, nuk jëmë po. Nuk ka funksionuar. Por sot që flasim, nëna e djalit tënd, gruaja e parë, është mirë me shëndet? Nuk ditë ashtë, ajo është martu me tikun ka ona vitijes, ka dhe thmi, u martu për thmi. Po më duket i ka 3 thmija, 4 ka ku u martu tash. Pa aja, edhe me nivel në herët të martu, me një fshat për Lepnic, edhe aty e kalon një vazë. Ka lënë 2 fëmijë, një me ty dhe një me burrin tjetër. Po, edhe një me burrin tjetër tash, është e martu me dikun, i ka 3 thmija 4. Sa e ka marrë veç për thmi. E qartë. I dashur Naip, në momentin që gruaja iku dhe e dërgove të prindit e saj, djalin e vogël 2 javë Shamirin e mbajte ti, edhe ti u martove. Pas 2 javë që ishte Armiri qartë në jetë, ti solle gruan e dytë në shtëpi. Po, kjo gruaja dytë, tash kjo e ka rritë. Tëra me këtë e kam 3 vajza. Me jetë ti kesh. Nuk kanë di pas vajzat. Për Amirin. Mas 15 vjetë kanë marrë lashtë dhe vajzat, po ato bashkë kanë hongër, bashkë kanë pi. Nisa kës, bashkë kanë hongër 4-4. Po se Amiri ka motra, ato e kanë vlla. Janë një gjatë. Po, normal. Është e kuptueshme. Pilum unë fotët e Amirit, piksela gocës vogël, unë i majmë shef. Sa edhe që nërë edhe kanë në stop. Tash pilum vajzat kanë mri, që që episodit mirë, kanë mri, të madhe dhe në kam të martume, ka 4 quna, e dyta që së është në Gjermani, po në motër medicinale, në Gjermani me burë, e vogla. Kjo që ma shumë të që e ka dashtë Amirin, o police, në Kosovë. në Gilan, po në Kosovë mirë kanë mri, bilëm së dimra të këmë që ty një foto, që ma kanë që mu një shok. Po. Kanë qëtë me emër bë emër, Amir Marina, Zvicër. Në Zvicër? Bilëm unë e kam atë fotën të dërgoj, I ngjan? edhe vazha ka marrë në polici, I ngjan djali tuaj? që që i vërim këtu. Jo, edhe unë shku mujtë, dhe me shku në Zvicër, po mu ka bërë më rakë tash me shku që aty Malakastër, edhe njëherë. Në Malakastër të Shqipërisë? Po të Shqipërisë që e qoj kë gjalli në Amerikë që e qoj këtë mesazhin, gjalli që e ka marrë e ka muzikë. E qartë, pra, që ta kujtojmë dhe njëherë, 2 informacione ke për djalin e humbur, një në Zvicër, që dyshohet një person me emrin Amir Morina, por nuk dihet nëse është djali jot, ti ke parë foton dhe nuk i ngjan, dhe një informacion që vjen nga Shqipëria, nga Malakastra. Edhe ka pas, më herët ka pas telefonata Itali, Shqipëri, Macedoni, edhe Macedoni ka pas telefonata që e ka thirë në telefon një gru, ka thonë që e ka pas stacion trener. Kjo vesh 2 hera mirin ka dalë Macedoni. I kujtoj mirë të informacione që kanë bëritur për djalin tuaj. 4 herë më ka dalë në Serbi. Se tash të aty ka dyshime, se moni më kone e dikun në Serbi. A për në qatë farfshatin mas nami që ju pa, Macedonia shumë gatë është me qatë fshat. E qartë, e vërtet, janë afër në kufi. I dashur Naip, dua të E tash shkodimër, kam shku 2 herë në Macedoni, kena shkep foto, milëm kam shku një vëllënatare, kam pas një stavu për aty, a i u kosi hoqë. Edhe më ka që mu, ku mbujt, në konvikt të gjëllave, atë nate, ata në zasa më kanë dimu, kena shkep fotografia, o s'kom kur një parlajnë. Fatkeqësisht kanë kaluar plot 18 vite që nuk e asnjë informacion për djalin tënd, i cili sot i bie jetë 34 vjeç. Tamam, me non shkurt i ka bërë
vite. I humbur dhe mosha është 34 vjeç. Po, 92. Datina 1992. I dashur, Naip, ndalemi pak tek mosha 15 vjeçare. Më thej që djalit nuk i tërgova asnjëherë për nënën biologjike, në moshën 15 vjeçare e mori vesh. Si e zbuloi ai për nënën që po e niste që mendja që po merr vesh në shkollë, të shkojnë shoqënia, pa ai nuk kish pas marrë vesh. Edhe as studia vetë që më tregon që s'ka marrë vesh. Pak për aty po thon pak e murë si bazë nervore në ata djali, kur mund vesh, ajo që kishke keq me neve diçka. Që ma mire ka pas muhabetin me nusën, sa me mu. Së në shpis kum lejtë, së në kum punu, që ja bëjnë në stop. Që që në përnoj kësë të motor, ka shem të puna veç. E qartë. Që në përnoj në mbëllam. Por ai kur zbuloi të vërtetën, ndikoi në shëndetin e tij mendor, djali ishte i sigurt në ato kohë apo pak pja pyetje mur. Pak pja pyetje mur, shtëpia ju bë trollsum, a kështu muhabet me neve bëjke. Tara e ka marrë nusja jeme, mas ju smu. E ka qu te dark, te nëna vetë. Në atë fshatin, ka nejtë me mirin 3 orë. Ka familja nonës tëna, biologjike. Here e parë që ai takonte nënën. Ja se ka taku heq. Ka shku atë ka taku dajt, shpëti që me thonë, shpëti sa kam tash në shpe, ata mas një javë kanë orë me ma. Amiri për me taku nonën. Po. Kur erdhen në shpe, Amiri tha jo, i shajti, më pasko tha ja hajrik, kish ne tham kish këshyrë. Edhe zdu tha më nga pasy. Pa Amiri, apetën shkoj kja e ljufke. Gjatë farë fshatin, ku është e martume. Apet gjaki e ka ngre, apet ka nëna vetë. A mos, s'ma më mendja që e ka po. Shkurt, s'u në interesu. As familja jeme, as familja, as e grujës. Nëna nuk e kërkoi asnjëherë deri në moshën 15 vjeç. Amiri buni 15 vjet, kur se ka lyp me thonë ta shofa diçka. I dashur Naip, dua të bëj një pyetje. Pse nuk ja tregove djalit të vërtetën dhe të mësoj me këtë të vërtetë, por ja lej që ai ta zbulonte nga shokët dhe të pësonte një shok? Sa i ka pësuar një shok, një traumë kur e ka. Tash me vetë po merr vesh, me shoqëni, po ky u ko si i veçan. Ky e balçu zoti vesh me punu. Vesh për punë, kur do të jetës su i tresu. Të rani këmë thonë, i thoqa, gjithë pak, patëm fillu internetet me dalë. Gjithë, ja, theke, s'po mu i theke me të nalë ty, e po dalë vetë. Të i në marrë me hekre. Blejshmi shqisku. Amiri vetë i ka blej, vetë i ka shqit, vetë krejt. Shka argju, palidhi Amiri. Ka punuar që i vogël, e qartë. Ka punuar Amiri, së në leqë, që të pare, në dark, blejshin në hongër me pi edhe, e bëshin baket. I dashur Naip, kur ai zbuloi të vërtetën që nëna që po e rriste ishte njerka dhe jo nëna biologjike, çfarë të tha ty si baba? Jo më asgjë. Interesant, jo. Ajo në kur shkësha me marrë në për qytete, kur e zishin policia, ajo gëzake, që shkësha e mërsa. Por mjekët... Se besoj që ti e ke quar të doktori, mjekët me çfarë diagnostikuan? Po nuk di, ata veç që mure në Prishtinë një 2 javë. Në spital a i filloj edhe më ligal, se nuk ishke për mjek. Edhe shkova e morën. Por me gruan tënde, nënës, ajo e rriti, si sillej, pasi mësoj të vërtetën që si ishte nëna biologjike? Mirë, normal, si gjithmonë. Me grujen tash, e kom. Por atë ditë... Ja, njëj. Atë ditë çfarë ndodhi kur ai u largua nga shtëpia dhe nuk u kthye më, sepse ai është larguar dhe herë të tjera dhe është gjetur nga policia dhe është kthyer në shtëpi. Ashtu gjithmonë si hera të tjera, dilke prezisin policia, që vënën e dola ditë 3 herë. 3 herë mas tërën. Shkoj që atëri në gjysë rrugës,
për që njerës që ka po, a i që asaj rrugës kishë pas shku. Milumni, kushëre ka qenë në ara, të punu, u afru të ata, i ka ndimu pak, edhe ka thonë përshkoj, tani e përdali. Ka thonë pritë ta mirë se përshkoj një tash me traktor, të shpia. Ja e ka thonë në përdali kështu pak përjezi. A i pi, kërë fshatit tonë, me një fshat aty hodënas. Si quhet fshati juaj? Topanica. Pra, gjurmët e fundit të tij janë nga Topanica, nga fshati juaj është larguar. Po. Ka dalë për fshatit, gjurmët e fundit që ju pa, shtunë ka dalë tonën në pa në Viti. Në zonën e Vitis. Po, në Viti. Ku është nona e saj, nona tena e martume, diku. Mendon që ka vajtur të kërkoj nënën biologjike? E po ta shpedi. Por ti... Qaj dokumenta s'ka pas, Amiri. Kuni farë dokumenta. Dyherë më ka dalë mashëni pa kuni farë dokumenta. Pra, rreziku është që ai mund të dalë dhe jashtë territorit të Kosovës, sepse ka dalë dhe herë të tjera. Ka që problemu kun ka dalë. Shparjere ka marrë një kali për dore, edhe në për kufi. Ku përshkoj të shpija. Ka kalu kufilin. Kur ki bërë Muhammed dhe i këtonë sërë në nësë koki. Për shdojt ka dalë me një kamion. I tash Naip, situatën e djalit më mirë se ty nuk e nje askush. Në atë gjendje psikologjike të rëndë që ai ka qenë ato ditë kur ka humbur, mendon se mund t'ja ketë dali vetëm, mund këtë vajtur në Zvicër, në Itali, ka nisur jetën nga e para dhe s'do të kontaktoj më ty? Unë e pasam, ai shumë më konë punëtor, shumë ka punu, mu ma me vetë që është pikund, punon, hampi, rrinë dhe u bo njëjtë, që ja bojnë aty, po nësë ja prishja për tjetën, ke ku ke, në të vazhdu njëtën veç, një shajtë, po këmë qëmë me ditë. Ke folur me ish nusen, apo je interesuar me ish kunetrit, me ata ka kontakte? Ja, me mu s'kan kontaktu asgjë. Jo, ndoshta mund ke gjetur nënën, edhe ka kontakte me nënën dhe me kushurin nga nëna. Je interesuar? Ja. Jo, se më kohë kisha marrë se është familja është e lehtë. Pra, do ta kishe marrë vesh nëse do kishte kontakte me nënën, nuk dyshon, është i humbur dhe për ata. Jemi familja është e lehtë. Që ja bojnë konatën e ish grujës, bëgjëna vlavi e ka. E qartë, dhe do kishe marrë informacion. Kishmi marrë vesh, më konë në sendë. I dashur Naip, unë uroj dhe shpresoj që ai t'jetë shëndoshe mirë, t'jetë gjallë, mos këndodhur asgjë e keqe me fatin e tij. Do zotin. E uroj. Më lejo në këto momente të bëj një thirrje për gjithë ata që janë duke na djegur, duke menduar që kanë ardhur informacione se Amiri mund të jetë ndoshta edhe në Zvicër dhe ta uroj me zemër që të jetë aty. Amir Morina, i cili sot është 34 vjeç dashur miq, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 9 shkurt, mos gaboj. 9 shkurt të vitit 2008, janë moshur 17 vite, ka hyrë viti 18 që familja nuk ka asnjë informacion për 34 vjeçarin që në atë kohë ka qenë vetëm 16 vjeç. Kushdo që e njeh Amir Morino, kushdo që ka informacion, mos të hezitojë të kontaktojë te numri im i telefonit, pasi babai i tij Naip Morina, live nga Kosova, ndodhet me mua dhe kërkon të mësoj për fatin e të birit. I dashur Naip, të ka marrë mami, besoj. Shumë. Ke zemrën e plagosur. Ai të bëri për herë të parë baba. Po. Nëse do ndodhej diku, çfarë do i thoshe djalit sot? Nuk ja prish jetën. Ne të vazhdojmë, ke ku ke. Ne të vazhdojmë jetën, sa prish, vesh marrë vesh. Dhe unë ta uroj me zemër që të kesh një lajm, një informacion, është një histori e dhimbshme, e ke rritur pa nënën e tij. Ndoshta kur ai zbuloi të sekret, indikoi në anën e shëndetit mendor dhe u largua dhe u zhduk dhe humbi gjurmët, sepse ai është larguar pasi mësoi të vërtetën e nënës. Në atë kohë është zhdukur. Po mbas një viti. Mbas një viti.
Pas lëvizit, po. Por nëna e tij dhe dajat e din që ai është i humbur? Ata e kërkojnë? Po i din, fote se kanë marrë vesh edhe ata që është i humbur, besoj që kanë qenë në policia, kanë pyetur edhe ata. Janë interesuar. Por me që më kujtove policin. Policia aty në Kosovë çfarë të ka thënë? Policia nuk ka zbuluar asnjë gjurmë? Kur një farë gjurmë me policia s'ka pas, policia mund është pyetje e nusën, tash, që e ka, na kanë marrë pyetje 18 herë, policia. Po. Edhe më pas ramin, një inspektor, që to, ma në gjithë këta, kësa ki mytë. Sa shronë në pasa mytë, sa shti gjoje, unë ta në shkruj me shkatus. Si policia? Edhe më i këpëm, keme mu kontakt Moski. Ta vesh me një inspektor, këna në kontakt e jena kun, ka dëgjun e shanaj, ka lemru, unë ato e këm lemru, për ta taj inspektori është penzion. Unë alo kam kontakte me qëtë inspektor, a me policia asë gjë që dhe tjerë e kanë qitë e kanë në këtë punë. Por tani, policia të ka akuzuar ty se ti mund t'i kërë bërë dëm, djali? Një inspektor aty, kemë lajtë. Po, mu sa këtë të e tha kemi, tash, unë e që një këm pas, tash që këm pas lejnë që me mytë dja, po mje si naunë. Tash të jam mytë, po dhe tha jo, e pas ashtë asëmi jo. E rëndë, dhe më vika kesh që policia është sjellë në të forme me një baba që ka fëmijën e humbur. Nuk e kanë kërku sa dohet, më rrim shemë folmi drejtë, se kanë kërku sa dohet. Ata ma shumë jetën teme private në përshukim. Kishin shku SMS-a, 50 SMS-a, këna mja tregu grujës. Sa shpregonja ju grujës SMS-a, sa shunet për SMS-a kumë lemru për djallë. Çfarë ishin ato mesazhe? Ato mesazhe me goca sa kom folën. Por pse ata kontrolloni, policia ka kontrolluar telefonin tënd dhe mesazhet që ka gjetur ja ka dhënë gruas tënde? Po, gjitha kanë ardhur në shtëpi, kanë kontrollu, kanë volontu, gjithka policia. Po pse ju keni ju pas keni qenë të akuzuarit për humbjen e djalit, nuk e dija këtë unë. Po jo, që ja bojnë ata normal, se ata kanë detyrë. Normal që familja mas pari dyshon, që në familje dishka mas kanë dyshu, kanë kontrollu në bënare, gjithka në shpet. Po mirë. Që me s'puka me i shenjë, gjithka. Dhe çfarë zbuloi nga telefoni jot policia tregoi gruas tënde, edhe pse ishin privatet, gjëra private të tjera? Po. Ato të ishin SMS-at, sa ku folën me goca, pja tregojmi nusës. Që? Çfarë? Dhe si jo me kontrollu plani me dy, po mu kontrollashin. Dhe si reagoi grua juaj në gjithë situatë, që pas ka qenë e rëndë? Po normal e rëndë, ai lesi djalin në kisha të humbur, ata këshyshin më prishë edhe me nusën. E qartë, e kuptoj situatën, çfarë ka ndodhur. Do të thonë, ti bëje denoncimin për humbjen e djalit, ata hynë për të zbërthyer telefonin tënd duke e qartë. Prishtinë, punën më kanë ndihmuar shumë policia. Unë uroj dhe Prishtinë më kanë ndihmuar se ata fillim e kanë lajmëruar rastin vetë Prishtinë. Po, djali juaj tashmë rezulton në skedat e personave të humbur dhe uroj dhe shpresoj që të merren ndonjë lajm, ndonjë informacion i dashur Naip. Uroj që ai lajmi që ka ardhur nga Zvicra ti je djali juaj, por edhe një herë po të pyes, ti foton e shikon dhe thuaj nuk është djali im, se kanë kaluar shumë vite. Po, qëre, une familjen kështu në tesme me pa unë e njuf. Unë e di që kanë ndryshu krejt, ama familjen të hec e njuf. Se që ja bënë non-stop jëmë kërë me ta, ja di edhe tesmen që shqec. E vërtet, një prind e një djalin dhe me kuriz dhe në zhëllëvizje. I dashur Naip, uroj dhe shpresoj të merë në një lajm, në një informacion për djalin tuaj Amiri, do mbetemi bashkë në kontakt dhe të përshëndes nga Tirana. E panderit për juve shumë, zoti ju rujt, faleminderit. do i shoha ka dhe shpresë. Urojmë, amin, mirupafshim.
dëgjuam këtë histori të dhimbshme të këtij babai, I cili e rriti vetëm djalin pas divorcit me bashkëshorten, por fatkeqësisht në moshën 15 vjeçare, djali I tij shfaqi probleme shëndetit mendor, u largua nga banesa dhe humbi sholli kontakti. I bashkohem dhe unë mesazheve të këtij babai me zemër të thyer që kushdo që e njeh Naip Morinën, 34 vjeçarin sot nga Kosova, I cili ka qenë vetëm 16 vjeç në shkurtin e vitit 2008, kur u largua nga banesa dhe humbi çdo lloj kontakti me familjen. Kanë kaluar plot 18 vite që familja nuk ka asnjë kontakt me Amiri dhe nuk ka asnjë informacion. Kushdo që e njeh, mos të hezitoj të lidhet me numrin tim 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Uroj dhe shpresoj që të mësohet e vërteta e këtij të riu nga Kosova që është dukur pa lënë asnjë gjurmë. Mirë të dashur miq, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live edhe për disa minuta të tjera, pasi një tjetër histori të dhimbshme do dëgjojmë ditën e sotme, një tjetër personazh që kërkon të jetë pjesë e kësaj dritares time. Nuk po e prezantoj, do e përshëndes në këto momente dhe do e dëgjojmë bashk historinë. Minire, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni ju? Mirë me thonë. Po, nuk e ko pasu mental, po një me kam nevoj, kam problem, katastrofë. Një vendit jonë që 7 vjetë jam kam me të Francë, nuk di mo, as kam kontakt, nuk e di ashtë nuk, ako është, unë në një vetë jetoj jam të lujtë nëse. Nuk di. Që më lejo të pjesë. Si që e Që 7 vjetë, unë jam kam me të në Francë, kom në të pashë. E unë jam për Francë, ku shku në Gjermani, me negativ, a kam me të Francë në Angers. Edhe mo jam kësi për Gjermani këmë në 6 muj, me negativ jam kënë Kosovë, mo me ta s'kam këta që 7 vjetë, nuk di ku është a Kosovë. Zëti. Unë e vetë jetë vish me Zëtin. Da shumë minire, që e djali? Bashkim me meti. Sa vjeç është? E ka di që ta të dati se ka u kryet. Qëre, me në 18 porit, Po? 1996. Ka lind, gjatë lindja. Në çfarë vendi të jetoni? Në Angers. Ne jena ka në Angers, kënë netën 14 vjetë në Angers. Në jetën në Angers i thëshën Angers, francesht. Ju jeni në Kosovë? Unë jam kësi që 7 vjetë jam kësi në Kosovë, me bashki mos kanë kontakt, hes nuk di ako, as telefonës di sen, mo hiç, absolut. Si ke humbur kontaktet me djalin? Po jam konte moda ku shkuën për Bajram Fest, djali për banes. Ku jam kësi banesa më kanë marrë si ka negativ krejt, edhe më djali më me ta kontakt nuk kam. Hiç, absolut, hiç. Nga cili vend ka humbur? Djali ku mblon në banesë në Francë, ku më shku të djali i madh, e kam jashtë ku shku për Bajram. A nuk ka ardhë, o nuk më shku atje me ka marrë banesën, e kam bërë banesën ka negativ, djali ka dalë në manë, nuk e kumpo nuk di për ta kua a kusan, hiç. Por në polici? Jo, valla nuk më shku, edhe këto firoj, në komuntonën, më sa që do të më intervenu në Francë, me këtë ato me lipë, nuk po di unë vetë, unë e ka përbim me zemër, me tension, me njërë, me të vetë jetë, nuk po di ka me mojtë, s'po di. Dhe shumë i njëre. Nuk di, jam të lujtë. Pika të mro, se nërë nëse e vetë. Prindi, nuk di, s'ka po për të. Ti ke jetuar në Francë? Kom jetu në banesë me social. Të në ka negativ, të në morë në banesë, të në ku shku në Gjermani, 6 muj kënë të azil, me negativ, kom në shku në Caritas vetër, me dëshirë, vetë e bon. Edhe ku në Kosovë, me letë në Gjermani, si ku më që një shqatë, ma kam baru një 2 lëma, mi kam baru shqatë këto Prishtinës, edhe që të pëjetë e firë me zëtën e vetë. E da shumë njëre, ku të që një në shqetësuar, por të lutem më dëgjoj me vëmendje që të më shpjegosh edhe ti historinë. Ti jetoje në Francë dhe djali në Francë dhe vetë u largove. Ike në Gjermani. Si e mësove humbjen e djalit? Kush të njoftoi? Jo, nëse ku mësuse, mos e ku jam kthy në banesë, ku të se ka marrë banesë, ku po shku dera banesës e mshet. Edhe mos ku pas më telefoni djali dhe me ta mos ku vran kontakt. A djali më lan banesë. E ku si telefon se më mbrojhet kush më banesë i mëra dera mshet, më kam mshit të ato socialit. Edhe më djalin që 7 vjet, unë kontakt nuk kam pasha çiti. Të lutem, kur ti shkove në shtëpi dhe i gjete djerën e kyçur,
Dera mshele ka marrë qesa të speciale, unë në bërë dera, edhe ku më shkutën atë motra në Francë, edhe atë nga të Zvicës. Jam shkuazin në Gjermani 6 mujtet, me djarë ma kontakt nuk kam, absolut, heq pasha zotin. Ha, heq. Po nuk vajte në polici franceze? Se s'kom dit, se gjuhë se kom dit bashkë mirë, edhe sen. Po shërbimi social që të fati në Francë? Valloj, mos që ka negativi, mos në pas asë steke socialit, asë fare se ka dhonë në nevore banesën, parte e nëllën, si pa që dhejtë. Kone të që 5 meqi, gjo ditë në shri për rrugë, në të gjushe e bashkë të që 5 meqi, edhe shmujta bitë rrugë, shko vazin në Gjermani, në të 6 murë, në merë negativ në shkuta vetë, të më këfy në Kosovë, se nuk rrinë për rrugë, se jam e në bush. Gjermani ku mnet 6 mujë. Në Francë? Në Francë ku mnet 14 për 2006, 2018. Po mirë, si ka mundësi? Ka shumë vite ke jetuar në Francë. Nuk e pyetur shokët e djalit, djali jot kishte njerëz aty. Djali ja i patis shkollë, ta në dikuj e ndërpejt e shkollën, edhe kur gjakokojnë, edhe ma me ta morë kam këtak, nuk e ti, a është i shdukt, a i gjalli, shkollar, shë mirë, por na s'muj me ratu shpirtin tem. A kërku aty në Francë? Jo, kush me kërku në vetë, s'kum di sen, së kur sa që ku marë që shtatin, nuk po di ku me lipë. Që s'po kam gjinë, kush mu interesu për ta? Por miq shok, a kishe krijuar ti në ato vite që jetore në Francë? Burri e ka tek një muj pa lutës ka posi frakt, edhe ma mi gjallar di ka jashtë, mi da që interesu në heqë, o në vetë shka me bo, nuk pëti kam e bojt, nuk qila në këto ka e fort, nuk pëti, nuk ti. Nuk di, s'ka thonë nuk di tepe, jam e mëse nuk di, por nuk di. E në shpirti jam nuk që të të ka vitë në përdo, ka qënë e notër, që e mërë e mirë ku i e. Vesh të di që e qonë. Mirë të lutem. Nuk di shka thamë, qekë jam e mërzeshme, nuk di edhe shpirti jam më ka mërzit, më më hekë zëtë, e sa më mërë zëtë, bete nuk di se e vladi po të me të ka. Nuk di. Një duje të në Zvizra, kam po shqiptën e këshike, mbala që du me shkutje, tha që këtë që të dimuj, tha shajpe përvaj, i shola, do zëtë i maljajnë për ta, e di që është e mirë, o zëtë i malë, o zëtë. Të qartë në rëmë. E dhe shumë i njëre? Nuk, më falje se shumë jam rëzitë, shumë jam e mosh, nuk di shka thamë që shpirtja më ka venit, që s'po di ku është e ku sot. Të mjë kuptojnë. Po s'pejti unë me di në shka, që ata që nuk e di qatë që s'po di se për ta, nuk po di me dha vetit fuqi, edhe s'po muj minon lët, edhe zemër të qyshtë po mrej shumë, se kam tepër me si nërë tepëri, problem me zemër, problem me një, problem me tension, problem djallis të t'i është, nuk di. Veç njeri ka i fort, po që ndaj ka sukur hekë, sukur guri. Me pas ditën e që sa vjet e kësha kërku për s'kom ditë, që e faliminez që bada qitu me në tanë, që ta thej për me të bondi, shka ta shi shola të zëti e mani në të mirë për ta, o zëtë, o zëtë. Ti më thej që ka një djali tjetër që jeton në Gjermani. Po. Por djali tjetër nuk ka një të kërkoj vlajnë? Ajo kon paletën e për rrugë. Edhe ajo kanë gruan a prancian, qikën e prancian, grusja ka ne këtë zorë, qikën e kosmut, edhe ajo ka fjetë për rrugë, ka s'ka fjetë, që ta është i ka moleta, frikë. Edhe oratu me libanes, ajo kanë katastrofë. Nuk ka dita zvetin, se kostë. Ju vetëm këta dy fjetë? Jo, i kam 2 qika e 3 djemë, jo një 2 kam 4 bërejtë me gruve fmi, unë e të fjetë me të me në Allah dhe vetë. As vjen djoli, as u full, as janë nin, absolut. E për qanë e përkoj veti që janë vetë, nuk për ti që fa mësi me sjetë për qanë djoli, me ditë ku e të qaj, ku eksistën, ashtë që zdokt, a i dekta, me ditë, vele paka shumë, pëse në unë jam, prind jam. Zotit pas ka dhënë shumë dhe as kush nuk kërkon vlajnë?
Nuk di çka thon, nuk di çka thon. Nuk po më se jam mush besat e zotit të natën dhe i qëtë ku është, ku je bërë birë, me qa je qonë të ti, pak ashtu. Në për mu të së vetëm, në besat e zotit. Jam mush tepër. A i më gjithë shumë mirë, kështu që qetësohu, sepse... Nuk po më se jam mush. Që hajtë për një mirë hetë, ku më thaj kuja që të më të jabë më të kështu ku më valon i rajtë mirë, edhe shala dhe zote, një mëni, shala me bim, rajtë mirë, i shala zote, e më në shka ma mi vishë ta di që është i gjallë. Ma shumë zotit nuk i du. Kur ti u ndavë në atë vitë në Francë, Po se kom pa se aje kanë me shok, kone këmë shku të vëllave, edhe këmë që telefon jo thani kam të të banesë, edhe këmë shku në më këthi, prapë, dera në byrë pa qesë, jam këthi prapë ku shute motrën, kom netën, 4 muj për motrës në Gjermani Azili, e jam këthi Kosovë, muta me që nërë për rrugë. a kishe shfaqur në një problem djallie? Jo. Ti si nën, diçka se ndoshta ka ndodhur diçka e keqe apo është larguar me dëshirë? Nuk e di shka bo, as vetë, me ta s'ko pas problem kur, heq, që nuk di si më di zbore e latë vogë me mu fjeti, të të veti me mu fjeti, na u thike me ty po knoqëna, me dore që të na. Ma ta është se shka bo, nuk di as vetë, vishë zoti, shala e di, nuk po di, të me më dhe mështë. Minire, po vajzat e tua... Po shpeja, po nuk jam të mujtë, besë që jam mush të qëto. Tepër, nuk di shka thamë. Ke që s'po më me folë që jam tepër e nga ku me më ka bloku kryje që veç ta di ku është i qollë, a ku jeton. I shollë është në shemi veç me di që është dikon që fëmija jem. Se me pas baba për në vetë, me pas pridin e vetë, kishë nga bo pridi i ka vdek, shka me bo, një më i paru si franka për zemër, edhe unë e këme qështu me sa fëmijaj. Kur se ka baba, se ka kërkonin. Te nonat e baba së vjen kërkush. Unë e vetë nuk për di kam jamojt, nuk për di. Kom hupë, su ka e qura mjegëm. Këtë e tem nuk për di ke kam, besët e zëti, edhe hapat ka njëra mi pitë zemës, qash të stresit që qatë në të rriqu, të kësi fëtë ka vijë, ku është këlloli e, ku është gjinë, ku është? Edhe shumë minire, vajzat e tua ku jeton? Qikat janë në Kosovë, njëna në Sanzi martume, njëna 7 vjetër, qështë? As kush u kujdes? Ata me për të vend, kush, se ka më për në vetë, edhe vetë nuk po di, edhe që shtu po metë, që s'di. A keti kontakt? Ja, me kam. Me vajzat? Po, me që keme vinë, qikat këto so në vetë, jetë vinë, këshyrin, rinë, vina 2-3 një mojtë, po t'jam e smut, vinë, kontrollojnë, shkoj të shpija vetë, ka bura, ka fëmi, ka familjet e veta. Qartë. Por djali që jeton në të Heq. E ka gore veti, ka 3 mina bari, kam që qatë mi gore veti tënë, asë interesant, absolut për non, heq. Jo, ja. Por pse? Që pse? Hajtë. Pse? Nuk di shka thamë. Për jetën të me katastrofë. Katastrofa, veç për që ta shkim më kotë marrë verë që o dikon, edhe me dik, me ta di që o dikon. Bashkimi ka 7 vite që ka humbur në 2018, në këto 7 vite nuk të marrë ashtë informacion? Jo, pasha fëmijen, pasha zotin jo, pasha qëtë Allah. As kush nuk e ka parë? Ja, heq, jo pasha si, se më konë kalëzaj, po që tonë nuk për qësë për disen, qatë që jam emocinume, qatë që jam e mërzitë, nuk di shka thamë. Jo. T'ka marrë malë. Po që 7 vjetë, 7 orë, të ja ki fëmi.
Në saat mëse po fëmijë 1 minutë, ose 7 vjet pa ditë zhurmë kusht. Të besoj. Mirë, do më jemi në kontakt të uroj që të jetë shëndetshëm bashkimi. Më fal, se qa që jam e musht më fal, ha? Më fal ljus, kam qik poqa, më fal shumë, se tepe jam e mërzitur, tepe jam e latë, tepe kam këtë kërkum besot të zëti. Faleminderit shumë, inshallah më lej mirë le, qikeve. Goja. Edhe unë përshafoj. Mirë të dashur miq, ju bëjthirje të gjithve atyre shqiptarve, qoftë shqiptar të Kosovës apo shqiptar të Shqipërisë që i njohin Bashkim Mehmetin, këtë 29 vjeçar kosovar i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen në vitin 2018 nga Franca, jeni të gjithë të lutur të na kontaktoni në numrin e telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, pasi nëna e tij, zonja Miniere, u mbush me lot ditën e sotme, teksa ishte me mua në këtë live dhe kërkonte të birin e saj. Urojmë që ai të jetë shëndosh e mirë dhe mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e këtij të riu nga Kosova me emrin Bashkim Mehmeti. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mund të më shkruani edhe në adresat e mia në rrjetet sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.